Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore numëron përgjatë 10 viteve aktivitet rreth 3.5 milion thirrje të trajtuara dhe mbi 800.000 misione të realizuara në banesë. Kapaciteti i kësaj qendre është trefishuar me flotën e re të autoambulancave, të cilat janë të pajisura me aparatura moderne, duke garantuar ndërhyrje të shpejtë dhe të sigurt në të gjithë vendin. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evi Sala, shoqëruar nga drejtori i Urgjencës Kombëtare Mjekësore, Skënder Brata, e zhvilluar një vizitë në këtë qendër duke u takuar nga afër me personelin mjekësor dhe stafet e angazhuara aty. Sala tha se kjo qendër ka gatishmëri operacionale, sidomos në këtë periudhë aktuale, që është më e ndjeshme për shkak të festave. Gatishmëri operacionale, sidomos tash në të periudhën që është më e ndjeshme sepse janë festat, ka më shumë lëvizje, qarkullim, prandaj dhe nga ana ime personale si mjekë, po edhe institucionale, ju falenderoj. Është skuadra atje dhe niveli i përshtatjes me teknologjinë që ndryshon, ne dimë që teknologjia digjitale ndryshon aq shpejt sa shërë e parë që takoj, falenderoj për gatishmërinë, për korrektesë, për operacionalitetin që keni, sepse është zëmra e sistemit shëndetësor. Duke kaluar dhe në qendra të tjera, duke zgjeruar qendra të tjera, pastaj është dhe më afër pacientit. Prioriteti ynë është që çdo thirrje të marrë përgjigjet menjëhershme dhe çdo qytetar të marrë ndihmën e duhur kudo që ndodhet, një angazhim që garanton shërbim shëndetësor pa ndërprerje dhe mbarvajtjen e sezonit festiv, u shpreh ministria. Brata i bëri një prezantim të gjithë institucionit, nga hyrja ku matet temperatura deri te salla e trajnimeve. Brata i tha se njësia e koordinimit është truri i këtij institucioni. Drejtori i Urgjencës Kombëtare Mjekësore u ndal te salla e emergjencës maksimale që është përdorur sipas tij gjatë periudhës së tërmetit dhe pandemisë. Është një sallë sipas Brataj që nëse ndodh diçka në kohën zero aktivizohet menjëherë, por përdoret edhe për trajnime. Jemi i vetëm institucion shefe që këtu masim temperaturën që nga Covidi. Këtu ne është njësia e koordinimit, truri si thuaç i këtij institucioni. Duke mos pas Guardia Medica ne i kemi lënë 3 mjekë që japin dhe konsulenca mjekësore. Doktoresha, pastaj janë dhe infermierët. Thirrjen e parë e marrin infermierët. Gjithë secili ka një sistem, kanë 3 monitor, në cilin një është rubrika. Ne gjithë numrat e telefonit i kemi të inseruar, nuk kemi të kërkojmë numrin e telefonit. I kemi të rubrika, i klikojmë dhe niset thirrja. Pastaj është skeda e të dhënave, pastaj është filtri që bën kodifikimin e smundjes për keqësimin. Është këtu në Google kanë gjithë ambulancat ku janë. Tu kemi vlerësim, thjesht menaxhimi, në momentin që i bën save misionit, infermierja menaxhimit hap misionin dhe i del ambulanca që është më afër qytetarit. Dhe klikon mbi ambulancën nisë thirrje. Sa më mirë është menaxhuar sistemi, aq më shumë jetë shpëton është. Matematikë e thjeshtë. Kjo është salla e maks emergjencës. Kjo është maks emergjencë. Që është përdorur sigurisht në kohën e tërmetit dhe në pandemisë. Po. Kjo është një sallë e cila, nëse ndodh diçka, në kohën zero aktivizohet. Dhe ndërkohë këtë e përdorin edhe për trajnime. Gjithë staferi që vijnë, sepse duhet të jesh vetëm mjek. Këtu jemi dhe në sallën e trajnimeve, dhe në sallën e mbledhjeve, këtu diskutohet çdo gjë, mësohet çdo gjë dhe vijnë gjithë Shqipëria. I kemi kaluar mbi 10.000 veta trajnime. Një qendër si kjo po përgatisim edhe në Vlorë. Nuk do informacion më njëhershëm. Stafet e urgjencës prezantuan protokollet e reja të menaxhimit të flukseve dhe mobilizimin e rjetit të autoambulancave dhe motoambulancave në zonat me risk të shtuar për të siguruar mbulim të plot gjatë periudhës festive. I kemi kaluar mbi 10.000 veta